Siç e dini, Fondi Ballkanit Perëndimor është një organizatë ndërkombëtare e themeluar nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe qendra jonë është Tiranë, por siç e sugjeron dhe vetë emri, ne jemi të pranishëm në gjithë rajonin me mundësitë dhe me grantet që ne ofrojmë. Pyetja juaj është shumë e drejtë, në lidhje me sfidat e procesit të integrimit. Besoj që ato janë sfidat njohura për gjithë, secili nga vendet tona ka sfidat e tij, por thelbi i gjithë kësaj çështje është që këto sfida janë të ngjashme. Korrupsioni, demokracia, shtetformimi, institucionet, më shumë hapësira për shoqërinë civile, të gjitha janë sfida të cilat vendet tona i ndajnë, kush më shumë e kush më pak, por gjithë logjika pas fondit tonë dhe gjithë logjika pas asaj që ne bëjmë është që në këtë rrugë jemi bashkë. Pra ky fond është themeluar në një kohë kur situatat ishin ndryshme. Flasim në vitin 2017, në momentin që u themelua, vendet tona ishin akoma vende kandidate, nuk ishte akoma kjo perspektivë të gruas e cila është sot. Edhe jam i bindur që dhe zotrinjt aty në studio do e ndanin këtë opinion, por është një situatë tjetër e cila ndodhet sot. E gjithë rajoni është situatë shumë e favorshme nga pikpamja gjeopolitike dhe besoj që kjo është situatë e cila padyshim që duhet kapur, por që në mënyrë që kjo të kapet duhet kapur dhe më shumë bashkëpunim ndërmjet palëve, dhe ky bashkëpunim duhet nisë edhe nga shoqëria civile dhe nga grassroots community, pikërisht ajo që ne bëjmë, pra duke nisur nga poshtë. Prandaj është shumë e rëndësishme që të ketë kështu të ketë platforma si e jona në mënyrë që ky proces të ndodhi dhe të avancojë sa më shpejt. Ne jemi një rajon i cili në të kaluarën ka pasur problematikat e tij dhe nuk mund të pretendojmë që Bashkimi Evropian nesër do importojë këto problematika brenda vetes vetë. Ne jetojmë në një kohë në të cilat mjaftueshëm ekzistojnë probleme dhe askujt në Bashkimin Evropian nuk i nevojiten më shumë probleme të cilat nesër mund t'i sillte potencialisht rajoni jonë. Nuk po them që do i sjelli, pikërisht po them të kundërtën, por besoj që nga pikpamja e një shtetes evropian apo një qeveri europiane kjo është e qartë. Po në mënyrë që këto probleme të zgjidhen, bashkëpunimi rajonal është esencial. Duhet që vendet tona gjithmonë më shumë ta konceptojnë këtë hapësirë si një hapësirë të ndarë në kufij, në ndarje të tjera administrative më të vogla, por si një hapësirë të përbashkët europiane në cilën njerëzit, kapitali, mallra, çdo gjë lëviz në mënyrë të lirshme. Prandaj bashkëpunimi rajonal është esencial, edhe kjo është pikërisht ajo gjëja që cilën ne jemi përpjekur shumë që ta fuqizojmë edhe që ta mbështesim gjatë viteve, sepse përmes rreth 430 granteve deri më sot kemi mbështetur diku te 9000 ose më saktë rreth 9000 organizata shoqërisë civile kanë qenë pjesë e procesit tonë, duke gjetur partnerë nga një vend tjetër, mbi 2000 prej tyre kanë përfituar financime dhe kjo ka sjellë një tjetër frym. Ne shohim përditje në punën tonë përmes granteve që ne ofrojmë, një bashkëpunim i cili nis nga poshtë lart, edhe ky bashkëpunim i cili nis nga poshtë lart është vërtet i rëndësishëm. Dhe pikërisht për këtë arsye dhe ndër vite partnerët tanë janë shtuar. Bashkimi Evropian tashmë ka hyrë me Fondin Ballkanit Perëndimor një fazë tretë bashkëpunimi. Kemi qeverinë gjermane, kemi qeverinë zvicerane, kemi qeverinë japoneze, qeverinë italiane, të cilat në një formë ose tjetër kanë programe bashkëpunimi me ne dhe janë programe të cilat vijnë duke u zgjeruar, pikërisht sepse ky bashkëpunim rajonal i cili ne promovojmë është shumë i rëndësishëm. Sa i rëndësishëm është pikërisht shumë i rëndësishëm dhe ne e shohim nga donatorët tanë, të cilët gjithmonë më shumë janë të interesuar të financojnë projekte rajonale. Dhe kolegët e mi, pjesë e kësaj fondit, jemi të vetëdijshëm për vështirësitë e financimit që gjithmonë kanë qenë një sfidë dhe ngelen një sfidë për çdo i cili operon në këtë fushë. Pra flas për çdo shoqëri, për çdo organizatë shoqërie civile. Por ndërkohë që kjo sfidë ngelet dhe e cila ka për të ngelur gjithmonë, kam frikë, po ndodh një proces tjetër që gjithmonë më shumë donatorë janë të fokusuar tek aspekti rajonal, gjithmonë më shumë donatorë janë duke shënjestruar me fondet e tyre, me mundësitë cilat ata ofrojnë bashkëpunimin rajonal, sepse pikërisht në sytë e një donatori vendet tona shpesh janë vende të vogla për të fokusuar posaçërisht, ndërkohë që bashkëpunimi rajonal është një lloj bashkëpunimi i cili gjeneron, si të them, me i gurvre dy zogj, në një kuptim rrit kapacitetet në atë vend, por dhe përgatit të gjithë rajonin për atë që do të vi. Kështu që bën shumë sens, është gjë e duhur, është gjë e cila po ndodh gjithmonë më shumë,
Dhe shpresoj që do vazhdoj në këtë formë. Jemi rikthyer.